Bismillahirrahmanirrahim. Edhe pak orë dhe haxhilerët tanë në Mina tashma hynë në atmosferën e begat të një dite të re, që është nata që i paraprin ditës së Arafatit. Sot në terminologjinë islame, kjo ditë për haxhilerët quhet dita e Terwijes. Dita kur dikur pajiseshin haxhilerët me ujë, me ushqime dhe shkonin drejt fushës së Minas, ku pushonin dhe baheshin gati për atë që është edhe kulmi i haxhit, për ditën e Arafatit. Sot haxhilerët tanë ndodhen në Mina. Natyrshëm që sot kushtet e Minas janë shumë luksoze në krahasim me kohë më përpara. Sonte ata thjesht falen, hanë, pinë, qetësohen, flen dhe nuk kanë asnjë aktivitet më shumë se sa përgatitjen shpirtërore dhe fizike për ditën e nesërme. Dhe dita e nesërme në fakt është edhe thelbi edhe ajka e krejt haxhit. Dhe në fakt është dita më e mirë e vitit, siç pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar dhe ka thënë se dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit, sepse në të Allahu subhanahu wa taala begaton haxhilerët në fushën e Arafatit, zbret me mallninë e tij azza wa jall dhe i drejtohet melekëve: shikoni robët e mi, kanë ardhur nga çdo cep, kanë ardhur nga larg, të pluhurosur, të shpupurishur. Çfarë kërkojnë? Kërkojnë mëshirën time, dhe ata nuk e kanë parë ndëshkimin tim. Allah. Allahu subhanahu wa taala për hatrin e haxhilerëve flet me melekët duke i llastu haxhilerët, duke i marrë me të mirë haxhilerët, duke u marrë hatrin me të mirë, duke i treguar melekëve se Zoti i gjithësisë i ka ftuar në këtë vend të shenjtë dhe don për me i fal, don me i mëshiru. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam në një prej haditheve tregohet rasti i dy personave që erdhen dhe e pyeten pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe për haxhin dhe i tha ndër të tjera se ditën e Arafatit, nëse gjunahet tuaja do të jenë sa kokrizat e ranës, sa ditët e kësaj bote, e sa piklinat e qiellit, pra shiu që bjen pambarimisht, nëse gjunahet tuaja do të jenë kaq, Allahu do t'i laj ato, pra do t'i fshinj ato, do t'i falë Allahu azza wa jall krejt gjunahet tuaja. Është një ditë të dashurit e mi, për cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë që duaja më e mirë është duaja e ditës së Arafatit. Edhe fjala më e mirë është ajo që kam thënë unë edhe pejgamberët e tjerë përpara meje, pra krejt pejgamberët e rasës njerëzore. Cila është ajo fjalë? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Pra nuk ka zot tjetër përveç Allahut, wahdahu la sharika lah, i vetëm dhe i pashoq. Në një transmetim tjetër, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Që do të thotë, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ai është i vetëm dhe i pashoq, lahul mulku wa lahul hamdu, atij i takon mbretënia, pushteti, wa lahul hamdu, dhe atij i takon falënderimi për gjithçka, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe ai është i plot fuqishëm, çdo gjë e ka në dorë, edhe me na i fal gjunahet tona. Ne në vendin tonë dhe kudo që të ndodhemi, nesër me mbarsinë e Allahut azza wa jall njëm agjërueshëm, me shpresën që Allahu azza wa jall me na përfshin edhe ne në mesin e atyre që janë përgjigj thirrjes së Allahut azza wa jall, e thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam për të agjëruar, për të lutur, për të pastruar njetin, për të pastruar zemrën, për të bagati për ditën e Kurban Bayramit, për të shijuar atë çfarë vëllezërit dhe motrat tanë nga marr bota përfitojnë në këtë ditë të mallnueshme. Imagjinoni, pejgamberi alayhi salatu wasalam i thotë sahabëve: "Më erdhi tash Xhibrili dhe më solli selam nga Zoti i gjithësisë, Allahu Ekber." Edhe më tha që Allahu i ka fal krejt banorët e Arafatit dhe i ka fal krejt ata që mësojnë fushën e Muzdelifes. Allahu Ekber. Është një ditë dhe një natë që e pason e mbushur me mirësi dhe bekime nga Zoti i gjithësisë. Prandaj të dashur të shtrejt, ju haxhilerë të shtrejt, përfitoni nga kjo kohë dhe shijojeni çdo moment të kësaj periudhe të begatë, sepse është dita më e shtrejtë e jetës suaj, është dita më e mirë e vitit, po për ju është dita më e shtrejtë e jetës, sepse ju do të faleni nga gjunahet, do të ktheheni në njerëz të tjerë. Është momenti për të vënë gjithë secili prej nesh veten e tij në peshorën e besimit. Nëse nuk kemi kurajë për tu largu dhe për të distancu nga gjunahet tona, nuk na ka vlerë, sado që flasim e sado që veprojmë. Mirë po i lutemi Allahut azza wa jall që më na dhanë forcë, e më na dhanë mirësi, e më na dhanë bekim, që me u shpërngul
nga bota e errësirave, e me u shpërngul nga bota e gjunaheve, e me u shpërngul nga bota e parazitizmit, e me u bë njerëz tjerë. Njerëz sipas fjalorit të Allahut Azza wa Jall, sipas fjalorit të Kuranit famullar, Khalifët e Allahut Azza wa Jall, mëkamësit e Zotit në tokë, për të ndërtuar jetën, për të zhvilluar jetën e për të përhapë e mira nga duart e gjithë secilit prej nesh. Të lumt haxhilerët tanë, Allahu i begatoft, e i pranoft, e inshallah taala luten edhe për ne, edhe ne, siç pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka porosit, lutemi për haxhilerët tanë, Allahumme fali haxhilerët dhe këdo për të cilët ata kërkojnë falje. Allahu Azza wa Jall na udhëzoj drejt më të mirës, të na bafë atyre që e ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Allahu ju dashur.